midis të gjitha krimeve, një hierarkinë e tyre, krimet ndaj kushtetutës janë krimet të tradhtisë lartë të vendit. Kjo që bëni ju është një krim në vazhdim, duke mbrojtur një delinkuente, një kriminele të trefisht, dhe nuk e mbroni atë ju, se po të qepuna sa për Lubin, ju e flaknit në lanë atë, në lanë, ja atje e flaknit. Po ju s'ja u mban, sepse e dini që Lubia s'është asgjë tjetër, vërse një shërbëtore e Edi Rams 25 vite, e cila ka zbatuar vetëm urdhrat e tij dhe ka përfituar, ka vjedhur nëpërmjet tij, por sa ka vjedhur Rama s'ka vjedhur kurrë njeri në Shqipëri. Pra faktikisht ju përmbroni vjedhjet e papërmbajtura, të pakufishme të Edi Ramës në çdo vendim të saj. Është firma e Edi Ramës, është porosia e Edi Ramës, janë mesazhet e Edi Ramës. Mos u keq përdorni në një mënyrë kaq ekstreme, sepse në fund të fundit, shumë shpejt, ju do e shifni veten ashtu siç jeni, e keqja banale, njerëz pa vlerë. Të lutem, një minutë. Po ja pra, edhe këtë të keqen banale të Hannah Arendt do ta quash ti fyrje? Po kjo është nocion filozofik, mor zotri. Ky është nocion filozofik. Pra, unë nuk merrem këtu me avokatrit Mjeran, por merrem me Edi Ramën, i cili po shtyn vendin drejt një... Ta përfundoj fjalën. Por ju garantoj që e keni të humbur këtë betejë. E keni të humbur keq, dëgjoni fjalën time. Lubin nuk ka forcë në botë që ta mbrojë. Dosja e saj është dosja e Edi Ramës. Mirlindat dhe lindat e Akshit janë krim monstruoz dhe nuk po jetojnë vetëm në Shqipëri, po u them unë ju këtu. Jo, po jetojnë nga të gjitha palët e interesuara. Po jetojnë nga të gjitha palët e interesuara. Po ju ç'po tregoni? Po tregoni lak Poçvishi, lakuriq, pa shqiptarëve dhe botës si sklever të Edi Ramës. Ndaj dhe silleni këtu sot të heqim imunitetin, të japim autorizim prokurorisë të veprojë sipas ligjit dhe kushtetutës. Ky është i vetmi veprim. Nuk duhet kjo seancë të mbyllet pa u paraqitur raportet. Faleminderit. Zoti Malaj dhe më pas vijojmë me rendin e ditës.